Ishte bile se e përshëndeta atë ishte një nga këta djemka që ka një pikë kështu që ka Western Union, që tregojnë lekët aty në kosh, mos e them fix ku është, se mbase na dëgjon edhe e kupton. Ishte me gjithë thjatin. Thash po ti thash more, kur na dërgojnë ndonjë lek ne e kullim ti marrim pastaj po vdiqë. Ore tha nuk bësh shaka tha më shumë gjoksi. E tha ja ti po frik bre ka ky tha sa ti the me unë s'ke gjë. Pashë e vërtet ishte i shqetësuar, edhe unë s'kisha asgjë, unë vajta për thashë e theme atje. Unë vajta të mesha me llafe. E thash i krizit. Të lajme urbane, Po kot me hyra kështu. Dgjoj, nuk e di pse Enxhi mbas është e për tur për ta thënë. Po se çka mi kënaqësi kur shkojnë në spital. Vdes ti shikoj ata të sëmurit. Ti pyet çu kot. Vetëm që se po të më pyes ndonjëri po ti çfarë je? Je mik? Jo, jam kështu. Kalimtar për çim, po pyes për obi. Po vërtet kam një kënaqësi të vizitoj të sëmurit. Tu bëj qefin. Gjë e mirë është kjo, se edhe bëhesh më i fortë kur i shikon njerëzit. Jo, andes ma ndjen fare mua. Unë andes e kam problem hiç. Unë luz do një pefisi, do një kështu, do një shok që sëmurët e ta kem të shtruar që të shkoj ta shikoj në spital. Zë. Ua. Që të marrësh ta follor ta. Unë kisha një koleg pune, po kur të shkojmë të dy në Rozafa çan ndjesje do kesh. Vetëm të mos pagoj unë nea, po pagova unë, më ra sheqeri. Po s'pagova unë do jemi i lumtri. Vete 2 ditë para se të dilte kolegu tim nga puna, edhe pyes një fermier, thash unë si e kam thash unë, është sa si më mirë tha nesër ose pas nesër tha e nxjerrin tha. Po do ti më që u preka, thash mos, ku do shkoj unë tash? Do të shkoj unë tash. I thash ati po mbajnë ca ditë se s'kam ku të vete, s'kam ku shty kohën. Tu vi rritëm gjys. O baba nuk pagojo. Po lirik të pëtë. O zot në ruaj. O zot në ruaj. Liqi. Bo, do na mundin. Okej, do pagosh ti. E ne mos më thuaj për të paguar se më ra sheqeri. Liqi faleminderit, respekt e Liqi. Ja, këto petlla me vrima sa qefi ka mund që dërgoni rrofshi. Ku është dërgon petlla me vrima, zemra peleshi, çfarë janë këto pe pambuku dërgoni, mos u kurseni. Zemra peleshi. Me janë ca që janë si tymsh, ke parasysh? Unë i quaj zemra peleshi ato. Që janë kështu si ti preje. E ke iden? E po se di se si quhen dhe tash, sa që ashtu quhen. Mirë jo ke vëneni. E petlla me vrimë. Kush është sëmur, thot Petro Pilinxhi. Ky është një djalë i dajos tip që thua ti Enxhi, po kush vjen unë të muhabet kam. Ky s'më gjuan asnjëherë. Lek ka dhe mua një petull se me aty. Po pse kështu ore kusho, tërgoj. Është të shtrënguar. Le atë, po erdhi nga Italia ndej një 2 javë, më nxorri një ditë për kafe. Xhevallaha, ne kushrin të që jetojmë në Shqipëri u bjem qyrit këtyre kur vinë. Edhe mushmank, njërë do bëj gojën, njërë do bëj veshët, njërë do mbjell leshte, se shmënzirë të Liqi. Faleminderit, respekte. Me zalla, faleminderit e ti me këtë djellin a qaj e kesë s'kja semër. Respekte. E me gjithë se lull ka o dhe pa, kotë, shabere. Edhe mushmank kushri 2 javë në Shqipëri, jo dhembët, jo se gjberi, jo këte ande, s'më vas një kafe. Po s'ka gjë. Amxhi, faleminderit që jep të dritë. Çfarë thot Amxhi? E kam shoqen. Nuk e kam qef thot ta hape me nderesh sot. Po nuk është për t'u hapur me nderesh, o Petro, thjesht të më jepje një kafe mua ta hapshe me nderesh. Unë s'po them që i matu faleminderit. Ha, po nuk t'jep njeri me jo, po shtrëngo me nderin, thoj Liqi faleminderit. Qa është kjo petull me vrimë, është kjo? Kjo është sigurabie. Faleminderit Liqi. E po si s'na hodhi do një tren më, për zotin, 101 veta ka mu për momentin, po një tren, s'po s'doli një tren, bres kur tërë bashkë të bashkoshin, një tren e këshin berë. I sigur t'je që si jep njeri, po e bre neja mi jep ti, po ti mi jep një dite pas e 3 javës më flet, 2 javë më bën blok. Gjesa e marrë veshën që më ke bërë bloku, ti më kesh blokuar. Ku ta t'ju një ziu, ti zemrojsh me gjysmoreve mua.
Shiko si thot Zambeta, pse më qa jemi ne refugjatë, thot, ju na i jepni, thot, se rrini kot në Shqipëri, thot. E kuptove? Jo. Lauren Gjelo, mi mbrema. Do më thënë, neve rrimë në Shqipëri dhe neve t'i qirasim ta. Lauren, faleminderit, respekte. Po plasëm neve, të na qirasim ju emigrant. Po plasëm neve, të na qirasim juve. Po neve ku rrimë 300 ditë, pa u qirasur. O, Lauren, shumë faleminderit, respekte, dasmën e më duke si i martuar, më dukesh. Po ne ku rrim 300 ditë, pa pirë kafe, po se ato 60 ditë që vini juve 2 herë në vito. Pa ato të na mbajnë neve. Na bëjnë dhe presion. Më na bëjnë dhe presion këta emigrantët. Nga të marë, në ta thot me shaka. Më pësh me shaka, ju s'më dha kafe me shaka, thotë. A ju ndej 2 javës më dha. 2 mesazhe beri. Do takojmë një ditë, e një ditë tjetër tha, kur i lirë se do iki. Thashu nesër, e mirë, i shkruaj nesër, jam tha në Durrës, tha do yp tragetën. E po pa ndevi se unë s'do të regoja, po nuk më rigoja mua, do të regoj dhe t'i ndirë sekretet. Ndore sekretin nga zemrë, dhe me thërë. Ua, po unë se kam të njëre, po unë sa e që ju në live ti me unë thllaf kam. Po ti thot na dhe do një bidon raki, po ajtë më t'u japë rakia, po na shitet në rakia edhe po e mbajmë, a i kose do myket në shpi, ajtë t'u japim se pa shitur Angeli. Te myket rakia, ma. E? Myket rakia. Po jo me nuk myket, po kote. Po për të mykur nuk myket, po për shitur nuk po shitet. Po s'ka, shqyqyr s'tua që s'po pi njerëzit. Po ju shqyqyr thot, Angeli, po ne ma të rojme me qupë. Po mos pinoj njerëzit se s'muren. Po jo me të pi një gotë, për inat. Po një gotë, o si kur ti ta kesh të mirë atë rakine, një gotë dhe një gotë dhe një gotë. Ape, të mire kamu për rakia duhet shitur qupës e këshu është, të shesim ne, të pini ju qytetit, të jetojmë tërë së bashku, të ashtë qësh kjo, na ka ngellur rakia atje si, se s'bën as për të larë, se të përvëllon trupin. Me të shvit. Po ne fshatarë që qumë shis na shkon, rakia s'na shkon, djathis na shkon, po me shartë rojë. Djathë nuk jam, se djathje, shiko, o Lauren shumë në tende këtë radha, po ti ishi martuar e i 2. Respekt. Po jo, djathë e dip se nuk japë në gjë, djathë i bërë vetë, mire kjo Romi, djathë i bërë vetë kushton shumë, edhe gjunat t'ja japë, shpëshëm unë pa 15.000 lek, topin e këti loj djathë i të bërë vetë, nuk e japë. Po ta shi si mund t'ja shesë është tjetëri 1 kile djathë 15.000 e gjuna. Pa e gjuna më. Edhe, the më mirë, kur shë gjalpi me 10.000 lek, është hajtë. Gjalpin e japi. Po hajde bë të t'jap, o Zambata, hajde t'jap djathë e rakie, mjalë të kame, qarë duash muaj më të t'jap e të mos uan ko aman. O djarë këna shri varta se vej respekte. Kame qumësh blete mo, kame qumësh blete, kame. E mjaltin e kam shumë të mirë, shese, me që se më kujtua shese mjaltë. Mjaltë të gështenje e kem? Jo, mjaltë jonxhe, mjaltë gjembi. E nea prit mos i ke nea, ka i shpet. Ne nuk flem ka i shpet, ti e di e nea. E shpejonxhe. Zona tonë, këte nga Podgoria nuk ka gështenja. Gështenja ti ke ande diku nga Ploqa, kur ik për Pogradec, se ande ke gështenja. E kam provuar edhe kam, edhe e përdor, është shumë e mirë. Po s'ke provuar të blesh dhe 1 kile për mjaltit tim, ta hashe për gjysmë ditë të bëhesh fil, të shërosh. Seriosisht, po kur do vish të nasillësh të ta blem, do me thënë. Po sigurisht që ta blesh, po jepet a ju aq i shtrenjtë, po dhurohet më mjalti si ka vajtur. Si e vlla mirë. Andri. Po qatë për bese në endrë, po më del të shikoj akoma. Po pse mo e ne del në endrë, s'ke endrë atje, po mua do më shgosh në endrë. Mi mbrema respekte, dë kuqi respekte e për tyni. Si hajdi mi mbrema, Nela përshëndetje qa ke e bërë, Aziz kam bërë me engjin, po pim thashe thejme. Po mbajmë njëzve në gojë. Aziz po bëjme. Mi mbrema respekte e për ty. 125 veta, 127 veta. S'me erdhi një tren, nuk e di kot roj unë. Kot. Unë roj kot.
Nga të kemi vëlla, nga i fshati Korçës. Vajza që kemi këtu përballë çupka është pe qyteti brenda në Korçë. Unë jam pe i fshati Podgorie. Që si ka ardhur koha, po para ca vitesh ku proferonit ju të lonit me fshatar me të bëj lojra. Sa i para gjykonit e mban, kur isha në shkollë, e di sa i para gjykonin çupat e qytetit me këta të fshatit me. Boa gallari i vinin, gallari i ngrinin. Kurse tashi, sikur u bën pak e dukesh thot një qep e fshati. Po e di, o bire, di, s'ka nevojë të më thuash. Po nuk ka nevojë të më thuash se kam një pasqyrë. Kam një pasqyrë të madhe sa hyn në shtëpi. Nuk ka nevojë të më thuash. Edhe i dua vete. Ka ngjelur treni rrugës ka dalë nga shinat. Laurent Beshaka se ti e ke bërë tendën e ka me këta të tjerë që s'medhin asgjë. Jo vërtet e nxi, më kujtohet ato të shkollës, po shumica e këtyre të qytetit ishin te nga ekonomiku. Po a gallar na vinin, a gallar na ngrinin moj. Domethënë flas 2008 kur kam qenë në universitet, kurse tashi paka shumë janë për disi. Domethënë nuk është me pjesa fshatar qytetar. Me thënë të drejtën, po të bësh analizën tamam të vërtet, fshatarët kanë më shumë lekë se qytetarët. Atë se vend dyshim se 5 vjet në fakultet unë asnjës më qirasi një korçar se 400 lekë kishin në xhep. Pra. Morro ishin. I bëreq me një 300 lekëshe. Merrni se në orën 1 iknin me vrap në shtëpi. Dilte mamaja nga punë, nga jo, thuaja, nga këto punat ku punonin, nga trikotazhi, e iknin me vrap anin drekën, kurse ne të shkreti do më të argjonim. Po shiko, fshati ka lek më shumë sepse edhe punojnë më shumë, Një familje me 4 antar punojnë të 4 slimca të hapura merrni. Po, Endri Lumani, është e vërtet 4 slimca të hapur. Neve me kafelet shkreti mbanim. Po prap neve vini mera zallop, era fshat. Ata lashin, ne lashim një në konvikte, një kur vinim të shpremten. Ato ishin kushtet. Dgjoj, më ka rastisur Endi të hy në ca familje në qytet sot me miq, me shok, rastësia si të vjen një hamburger ishte 1300 në universi, po kaq ka qenë. Po shko haje sot edhe ka familje sot që e kanë akoma në banja me atë zinxhirin që e trej shugur. E ke parasysh? Ka akoma familje ose me ato pllaka që kanë që ato 4 orka. Kam parë, s'dua ta them qyshe tek kupo, në përpallate, kam parë akoma me mobiljet. Sot 2025, ata që 2026 nuk e se ka myrë, po 2025 kishte shtëpi Rudi, mi mbrëma, Arta, faleminderit. Kishte familje, domethënë në kushte të merr. Edhe bëjnë edhe kangërlik. Po sigurisht kur dalin pudra këtu. Shtëpia ku threqja mejti. Po kush po pyet shtëpia? Mamaja me prenuar këme... Po kur thonë, po unë shpinë e kam hotel, lësojmë në mëngjes, përëm gati, iki në punë dhe nuk kam kohë të lajenë. I mbajnë enet atje derisa thaje. Jo, edhe krevatin të pa rregulluar, sepse do vinë në darkë, do hynë prapë në rrobe dhe i kanë gati. Pse nuk ka nevojë çarçafi të shkundet, ajrose? Jo, pse duhet ta ndrosh? Pse duhet ta ndrosh? Një në muajt, që të keqe ka? Kemi ljume me i kap. Po t'i veshe të gjitha ato që ka lajisen, pisfilosen, lyen. Nuk është në darkë ven lajnë, po në mëngjes, në mëngjes i rëndojnë edhe një suvasë. Edhe një, nuk lajnë asnjëherë më beso. Edhe për mos thënë që se ngarkojmë, si do të thënë, më ngarkojmë qafën, për mos thënë që vin era dirësë, se nuk lahen, se kanë se u lahet me kapi ose u prishet llaku i flokëve. E di këtë gjeti, që ke shumë zonjusha. Po ti nga e di. I kam pasur kur isha në Akademinë e Policisë, me rastisi njëra, ishte nga Erseka. Ta shikoj një ishte 2 metra femër. Ajo nuk i ndronte as shorapet, as gjë, kupton? Unë lajsh atë në ditë,
se bënim aktivitetin fizik në mëngjes në orën 5, do ktheheshim, unë do hyja në dush, do lajsha me kokën të lagur, i përshtyllja, do vishja uniformën e policisë, do hanim mëngjesin, do riktheheshim prap, do ndroheshim prap me ato, do vishim uniformën e sportives, do bënim palestrën, prap do ndroheshe, prap do lajshe. Më thënë, nga e ana në të premte, ne lajshin 3-4 herë në ditë, 3 shoqe, kurse ajo jo. Ajo fshiheshe kështu me kanatjere, edhe na merrte robat na merrnin herë djers, ma shpifi shkollë, ma shpifi shkollë. Unë, kjo që thua ti më ndodhi në aja pyet, Enxhi pse e mbyllet TikTakun. Kalo një me shkoj na thot pse e mbylli TikTakun Enxhi. Nuk e di pse e mbylli, kishte punë pase. Nuk e di, ajo e di. Kalo ma ta pyete. Viola po është shumë e vërtetë, Enea thot të pyeta. Enea po pra të përgjigja, më ka rastisur. Jo, mua Enxhi më ka ndodhur në palestra që flasim për ta që jetonin në qytet, që nuk hynin të bënin dush asnjëherë në dushet e palestrës, aty te arena po flas. Edhe një rastësi një ditë i thash unë pse s'u lave thash unë, edhe do të pijmë kafe. Jo, tha nuk lajm aty, tha ato shapkat që vishen aty, tha futin çdo kush këmbë ta e marrin mikrobe. E po një thash. Gjë dy rrym thash unë pe fshati unë zi u vesh shapkat e tjerëve, ato që janë atje dhe i veshin tërde, edhe mbase e vërtet, marrin ndonjë sëmundë. Kur ditën e dytë, se si rastisëm, e dolëm, thash unë sot s'po lajem, thash unë se s'kur mbërdi, thash unë ty makinë ti iki shpejt. Lauren, faleminderit. Thash unë, ti thash unë, tha, unë sot do lajem, tha se mbrem nuk u lava. Do me thënë, nuk ishte, jo, e tha pa të keq. Tha dhe unë, tha, sa të mbarim kafen, tha do ik, tha do lajem, tha se mbrem, tha nuk u lava, tha, edhe thash të lajem sot. Po e disa djersiti se ishte këte nga këta slim fitët, nga këta elegante që beni për të bërë trupin. Sa unë isha këte nga luqot, nga këta me bark për të rëzoar kilet. Po e di si ishte bërë nga djersa, i kullon të djersa në qorapet. Edhe tha jo, nuk u lava. Unë e imagjinoj dhe më vjen për zjerë. Bravo. Edhe u fshi si qëto ati, u vesh aty shpet në ato të dushit, edhe pim kafejnë. Pas taj dit në dytë kur pim kafejnë, tha, edhe unë sot do lajmë, tha se mbrem nuk u lava, tha. Thash... Se rish dhe më tëmë, po. Thash mirë vajzat e shkreta, me kë kanë të dejnë, me kë do e hynë robet. Mbase do kenë Tomi Laraku, thot mbase kanë alergji, timi mi mbrema, mbase kanë alergji ujin, thot. Shiko, është një pjesë që kanë alergji vërtet ujin. Për shembull, ja, unë nuk e di që ke dëgjuar ndonjëherë që i zë njerëzit pasqyra. Po. Mi mbrema. Ka filluar edhe mua me zez veten e berberi, po më kthejnë kështu tash i ka rrigen se më vishen sytë, zverdhen. A dikur nën mua thoshte gjyshja ime, thoshte që pasqyra ze njerëzit që janë të bukur. Katrani me boj ul jam lemeri, po ja që s'pas ka të beka. O llojet lëkura rebozi. Po bre, o llojet lëkura, po është e vërtet. Moj, qenke e vërtet të zën ke pasqyra moj, të vishen sytë. Po nuk ka të bej se qenë ke i shëmtuar. Ose, pasqyra shikon me një sy tjetër, nuk shikon se shikon njerëzit që më quajnë shëmtuar. Mbase pasqyra më shikon me sinqeritet, e mbase unë jam i bukur. Edhe do një 10 minuta unë kështu pasaj edhe e kthejmë karriken si minjanë se... Dhe ta unë ishan për ty mendojmë për aq kohë sa të njoh, them që ke një shpirt të bukur. Po shqy që shpirti se këte e shikojit mos ma bëj qepin, ta do thoshe e simpatik se... Ori 5-0. E me ajti bëmja 7, Bej, s'ka gjë. O, po e gjëna. Spitali psikiatrik. Gjonja më dërgon 2 derhuca mua, thot si derri, thot. E ky është një bullizim që Rama se ka vendosur akoma këtë ligjin e bullizimit, po unë e thusja direkt në burg me këto 2 derra që më dërgovi ky mua. Shiko, po që do bre nea një shok apo një shoqe të bukur, kur është nga mendja fyçkë, kur është nga zemra si robat e mia. Sa unë shketi roba shumë e ngjyrës veç do një vetë në zeza. Qido, po pati zemrën e zezë. Ose, të ka bërë vaki, të kthejmë nga ty e të ka bërë vaki kur bën ndonjëherë muhabet me ndonjë njeri kështu që është si simpatike këtë janë. Edhe kur ulesh të pish kafe, kur fillon e flet,
barekashtë. E ti ikën gjithë ajo bukuria. Aron. Pastaj po them që nga njërë Gjinim pamja jashme. Ti e bukra dhe i bukri në pamje të parë domethënë kanë atë që treqin, domethënë janë magnet. Pastaj kur ulesh e të bësh muhabet, thua lum sa mirë që jam i shëmtuar. E di shumë mirë ti, e di bre ne e di, po se di dhe aq mirë. Hanet shkretit jo. Shqyqyr që Zoti mua më ka bërë fukara engjë se po të nuk shë bërë të pasur me zemrën time do ndihmonja shumë njerëz të e the me shpirt. Betohem për të bukë. Po Zoti t'i jep do më thënë aq sa ti do më thëgjosh. Se pasaj fillon e bën çuditëra. Po për Zotin po të kem radhë të parë fiksimi im është të ndihmoj këto gratë zonjat o plaka që vinë vërtallën për rrugë që si do njeri që i kanë hedhur, që i kanë shtyr, që i kanë rraur, që i kanë këto zonjat me këta fëmikat e vegjël që dalin që lypin në për qytet, mbase janë edhe mbelka, s'mund të theme që se kanë qef punën, po kanë qef të rrinë aty ulur me një karton, por çfarë ka ai fëmijë ka i vockel. Më fal, kam pyetur një herë tani kur isha në katedralja në shtëpiza që po promovoja kreperin time. Pyes një lypsa, mbajmën, një zotria zonjë thot, Engjina ka munguar si gazetare. Edhe sikur është pikëlluar. Vazhdo. Faleminderit. Dhe pyes nga cili qytet je, pash që nuk ishte nga Korça, unë tha kam ardhur nga Fieri. A ke interes me një vajzë të paralizuar në karrocë, invalide? I thash a ke interes, po tha se këtu është varfëri, thash unë çfarë? Po jo, tha se unë e quaj punë, tha dhe unë fitoj, tha në ditë 150.000 lekë. Do me thënë, njerëzit të cilët lypi, tashmë quhen punë. Po, bile, e ka dhënë dhe fikse. Mua, po të shkosh në shtëpitë e tyre, nuk po them se janë ekstra mirë. Shiko, nuk mund të thosh që jetojnë në kushte të mira jo, po jetojnë. Jetojnë. Po, jo, edhe vuajnë, se edhe ajo e ndenjura, është një zonjë në Pogradec me 2-3 fëmijë, ka pa tashi 2 merë, se i madhi u rritin çik. 2 merë, një e ka të voskël fare o Zot na ruaj, që ishte një eftotë, një alcar që ato ditë ngritës, ajo rrinte në fund të rrugarinja si e kejden, ato kempat asaj fëmijës, po thuaj se të dala jashtë, a ishte bëra fëmija do më thënë, jo vetëm të zeza, po si të kuqëremta do më thënë. Jo ma vjosë. Bravo, se s'fa i gjinë atot. I thash po mbul, i thash një 2.000 lekë. Aq kisha, jo se i thash shumë se isha i pasur. Aq kisha. Edhe i thash po mbuloje moj. Tha po çfarë të bëj tha? Çfarë të bëj tha? Duam të ham dhe s'kam qumësht i bletha. Thash po mirë me lere ti ke edhe një fëmijë më të rritur, tha po. Thash në lere në shtëpi aty edhe dilë lyp 1 orë 2 orë. Po tha po mos kem të tha s'mjep njëri lekë tha. Po iqe më xhup në pashe dhe hidhja e pastaj u mundua sikur po e mbulonte fëmijën nga kemp, ai fëmijë nuk reagonte fare, thash Zot na ruaj do të gjallë. E kam parë një tjetër prapë me atë fëmijë, thash pas u jep Zoti gjuna fëmijë, po, gjuna fëmijë. U jep Zoti Zoti forcë fëmijëve që mos të smuren. Po u them kështu që dalin fëmijët tanë zbathur u smurën. Po qarë thua, ne apim derën, qupën a i zekolla e shpjem urgjentisht në spital, oksigenin të tjeqia të këlbazën. Po në them kështu, jo, këta fëmijë vërtet a shqiruan Zoti, po më shumë se 20 nuk do venojnë që. Se do ben me bronki, do ben me mushkri, do ben me... Nuk besoj të keni e gjatësi, të rri fëmija të rritet vetëm në minus. Të platshin sytë, po lerja një njeriu, një nene çarke në shtëpi, po këta s'kan as një se shkojnë si qenë me njëri tjetri. Nuk e di, më mirë shko fshi, shko pastro rrugët, se sa të nxjerrësh atë fëmijën me mbrëma Romina, respekte. Gjuna fëmija, po, me gjuna çfarë të bësh. Edhe them që vërtet lek mund të marrin, po ajo fëmijë kur të rritet, nëse rritet me ata dhe se ka problem, domethënë se njeriu mësohet me atë që rritet, po ato lloj nenash pasaj është ti marrësh ti grish. Vjet pas babi ka pasur atë rastin e shpresatrimit, besoj e ke dëgjuar, ajo që ka shumë fëmijë, edhe fëmijët i kishte mësuar përveç se lypnin, luanin edhe kumar në shoqëri. Edhe jo ja preu flokët. Ja preu flokët se kishte zënë mora. Më pas shërbimi social e mori,
para se të ndronte babi jetë, u hodh në gjyq çështja e shpresatrimit dhe fitovi 15.000 euro. I mori lekët zonja, iku në Kosovë, u shtu nga qyteti. I mori i prishi punë e vetë. Sot që ne flasim të dy, po të shkosh përsëri është në ato kushte të mjerueshme. Po pse se janë mësuar në atë lloj gjendje dhe këta nuk u bë pse nuk ja dhe xhupin pita Unë si Enxhi jam lodhur me këtë pjesë i flas për higjienën. Po mua vërtet më vjen Enea, nuk ja dha xhupin tim se unë nuk kisha 2 xhupa që t'ja jep një dhe nuk kisha mundësi që unë të blija një tjetër pasi t'ja kisha dhënë. Po duhet dish një gjë që vetë xhupit ajo zonja kishte edhe një batanie. Asaj si mungonte pjesa për ta mbuluar, po i mungonte truri që nuk shikonte nga sytë. Që kështu unë s'kisha pse t'ja jepja xhupin, por nëse do kisha 2, ja jepja nuk më mëshonte, po nuk kisha Enea. O djalë shumë gjuna thot, po ata nuk hyn në radhën e njerëzve të lutë. Po jo te ose Arta si syn në një Keli Oromi. Si syn në njerëzit hyn edhe ata. Po se i ka bërë Perëndia i kanë trurin budalla, po në njerëzit hyn njëri normal janë, pra të pjesë mos thuajti njerëz normal janë. Po dëgjoj, është edhe kjo pjesë Enxhi, kur fillon të kap e lëshon veten pastaj. E kap edhe budallallak. Të kape budallek, ose pasaj kur s'ke, kur s'be, kur fëmijët kërkojnë, fillon e trupi, do më thënë demoralizohesh nga truri. Kur nuk i ke kushtet ekonomike, pse bën kaq shumë fëmijë? Këtë në fakt... Sepse ne i marim, i trajnojmë, i themi që mbroni nga smundjet e transmetueshme, ja ku e keni, përdoreni këta, jo po buri tim thot ajo vjen i pirë. Mos futemi në këtë tema se më vjen turp. Jo, e kuptova. Jo, unë them kështu. Faj mirë ata nuk kanë kulturë minimale domethënë për këto 2 lloj gjërash, se ata nuk e shikojnë si ata e shikojnë si budallek, jo si ashtu, po unë them edhe këto spitale, këto maternitete, këto lloj zonjash që janë që lypin se nuk janë 10 apo 20, janë shumë të pakta që bëjnë nga shumë fëmijë. Këto domethënë fare mirë mund ti rekomandosh me në një ilaç ose duke u ndërpretur që mos ngelen me shtazane dhe leri, pastaj se për të ndryshuar nuk ndryshojnë ato. Po të paktën kanë mundësi kur vjen lindi se s'besoj se lindi rrugëve. Në për spitale vjen apo ku të merri dhe i kapin të lindi ti shtrëngoj. Po ve normal. Endri Lomani 30 bomba Enxhi. Enxhi të kalon atan e thuaj 30 bomba. Jo këtu në unë kalon ande e thuaj 30 bomba. Nishan, unë të përshëndes, të falenderoj shumë, ishte një bashkëbisedim shumë i bukur me ty. Nga e nisë me bitisën me gradë me barë. Ishte një mbyllje shumë e bukur. Edhe miru dëgjofshim në një moment tjetër. Mirë? Patjetër, kënaqësi shumë e madhe.